Galopimi i lushnjës drejt Superligës nuk ndalet as në transfertën e Elbasanit. Skuadra Artambanos ruan të paprekur diferencën në krye të renditjes duke mbyllur me fitoren 2-1 transfertën e vështirë në Rushdi Bizhuta. Një sfidë me të vërtet dramatike ku vendasit nuk arritën të ruanin në përsinë e pjesës së parë, ndërsa u ndëshkuanin ekstremis nga lushnjarët që vazhdojnë të qetë rrugën drejt rikthimit në kampionatin elitar të futbollit në vend. Një sfidë e gjallë që në minutat e para skuadrat shohin nga portat e respektive, rastet nuk mungojnë, por le për dëshiruar finalizimi. Nuk ndryshojnë shifrat e rezultatit, por ky diskutim blen deri në minutën e 34. Endri Dalipi fiton një 11 metësh, por prish protagonizmin e tij duke u ndëshkuar më pas me karton të kuq. Nga pika e penaltis, Mergja nuk gabon, duke i dhënë një tjetër dozë të euforisë të vendasve. Me një lojtar më shumë, Lushnja preson, por nuk arrin të shënojë. 1-0 për Elbasanin mbyllet pjesa e parë. Nuk ndryshon tabloja e sfidës me rikthimin e skuadrave në fushë. Lushnja është më kërkuese. Të besuarit e Banos shtyn përpara me të gjitha mënyrat, por gjithmonë përplasen me murin mbrojtës të vendasve që rezistojnë dhe pse me forca më të pakta. Gjithsesi, miqtë arrin të barazojnë shifrat në minutën e 86. Sulo surprizon mbrojtjen elbasanase dhe kthen ekuilibrin në ndeshje. Barazimi duket rezultati më i drejtë, por surpriza më e madhe do të vinte në kohën shtesë. Grizha përmbys gjithçka në minutën e 92 me një gol të rënd që i dhuron Lushnjës triumfin e radhës dhe një tjetër hap të sigurt drejt Superligës. Pas javës së 19 të kategorisë së parë, skuadra e Banos konsolidon kryesimin me 46 pikë, 8 më shumë se ndjekësit më të afërt të Mamurrasit.